Në shtëpitë ekzistuese izolohen këtë mënyrë, aq sa mundish ta izolosh edhe në pjesën që futet në tokë, në dhe një sipërfaqe deri në 1 metër apo 1 metër e 20, duhet të izolohen mirë termikisht. Në qoftë se nuk mundesh nga ana e jashtme, të izolohen nga ana e brendshme. Mirë po, izolimi më i mirë është nga ana e jashtme nëse mundet, sepse këtu ruhet pastaj ajo inercia termike e murit që merr temperaturën nga emituesit e nxehtësisë brenda. Ndërsa shtëpitë të cilat fillojnë nga fillimi, janë mirë të izolohen nga temeli, nga baza. Pra asnjë pjesë e betonit e futur në tokë, nuk guxon të jetë ekspozuar me tokën, po ajo gjithë të mbyllet me stiropor. Trashësia sa më e madhe e stiroporit, densija, apo siç e përdorin në shumicën e rasteve stirodurit, ka një rezistencë më të madhe të temperaturës, pra zvoglohet koeficienti i emitimit të nxehtësisë, dhe kjo duhet bëhet që në fillim. Pra edhe shumica e rasteve që kam hasur në objekte, izolimi termik bëhet mirë. Pjesën e Maqedonisë veri perëndimore, Tetovë, Gostivar, izolimet termike të ndërtesave, gjithsesi të objekteve private, bëhen shumë mirë.